Tani do t'ju çoj në bodrumin e kësaj vile të mrekullueshme, që thash një vile shekullit të 18 e 1700-s, e ndërtuar dhe një vilë ku ka kaluar pushimet vazhdimisht Helmut Kohli, ish kancelari i Gjermanisë, ku ka kaluar ditët e fundit të jetës tij Konrad Adenaueri, kancelari më mitik i Gjermanisë, dhe njëkohësisht pronë një shqiptari. Pronari i saj gjerman ja shiti edhe një shqiptari, ndërkohë që kishte kohë që kërkonte Silvio Berlusconi, që ka një vilë 2 shtëpi më tutje, apo Roman Abramovich. Po këtu është vila e Donatella Versaces dhe disa prej njerëzve më të pasur. Kjo është pjesa e oborrit nga dalja jashtme, pra, nëse e shihni, dhe gjithë ky korridor i madh tashmë është errësirë, do mundohem t'ju çoj në pjesën e fundit, që është pjesa e bodrumit. Është shumë e rrallë bodrumi, nuk e di nëse erdhi ashensori. Ashensori që do shihni shumë i çuditshëm. Shihni se si është komplet si një vepër arti, pra është e gjitha e mbushur me skulptura dhe piktura. Shqiptari do të mbetet anonim, ai nuk do që të tregoj se kush është pronari i vilës, nuk e di pse s'po vjen. Nuk do të tregoj kush është pronari i vilës, pra do ta mbaj anonim emrin e tij, por i ka premtuar pronarit gjerman që nuk do ta prek vilën në asnjë moment, pra nuk do të ketë ndryshim të mobiljeve të vilës. Tani janë duke marrë ashensori shumë i çuditshëm, është një ashensor i vogël, i cili të zbret në katin e poshtëm të vilës. Nuk e di pse s'po e marr dot. Është momenti që duhet vi. Është këtu jam katin e dytë ku janë pronarë, janë apartamentet e pronarëve, por që unë nuk hy dot për arsye të privacy-së së tyre. Nuk po e marr dot atëherë, po mundohem të zbres nga shkallët, nga pjesa e fundit e shkallëve, duke ecur nëpër të njëjtin korridor. Tani do të hyj nga korridori i shërbimit, që është korridori i dytë i shkallëve. Kjo është pjesa e shërbimit dhe do shohim sa interesante është. Është një vilë e jashtëzakonshme. Kam dalë në pjesën anësore të saj, pronari një shqiptar, i cili nuk do të bëhet, pra do të mbetet anonim. Kam pjesën e jashtme. Dhe këtu jam duke zbritur në bodrum. Shpila është gati 4 katëshe, ka dhe një orë të rrallë sipër, shpresoj të jetë hapur dera këtej. Ka dhe një orë të rrallë. Po, këtu mbrita në bodrum. Gjëja është shumë e veçantë. Ky është bodrumi, i cili ngjan si një galeri pikturash i gjithi, me kopshtin japonez në krye, ku mund të shihni disa nga peshqit e rrallë, por dalë njerë dhe rifuten prapë. Shihni. Ky është kopshti japonez. Sipër është vendosur një rrjet që rosat e liqenit mos hanë peshqit e kuq japonez shumë të rrallë, shiheni. Ndërkohë në këtë drejtim po futem t'ju tregoj një prej thesareve të shtëpisë, shiheni. I gjithë korridori, nga fillimi në fund, është i mbushur me vepra arti shumë bukura. Shiheni. Deri në fund ka vepra arti, sa për tyre shumë bukura si. Kjo pjesë është shumë interesante. Jo, jam në këtë drejtim. Jam në këtë drejtimin tjetër, duhet jetë kjo këtu atëherë. Këtu është një gjë e veçantë. Është një spa japoneze me pjesën për palestër, me jacuzzin,
është një skulptur me pjesën e masazhit, me veglat dhe me një banjë turke, që është në këtë drejtim. Ndërkohë tani do t'ju çoj te pjesa që duket më interesante në këtë zonë. Këtu jemi në katin -1 të vilës. Jam duke lëvizur në përdomat e katit -1 për të parë tani hyra prapë në për të njëjtin çdo derë që hapet, nuk e kuptoj që shihni sa dyer ka në për korridor që mund të hapen të gjitha. Por këtu ju jam duke u çuar në një prej gjërave më të rralla. Shifeni, i gjithë korridori është me vepra arti. Dhe kjo është dera e thesarit, nëse më quajmë kështu. Shiheni. Brenda tij hym në kavën e verave të pronarit të shtëpisë, që tashmë i ka mbetur pronarit shqiptar. Shiheni. Është një kavë me vera të rralla, po mundohem të tregoj të gjithën këtu. Temperatura është rreth 13 gradë. Këtu mund gjesh disa nga verat më të rralla që nuk gjenden më kollaj në treg, janë koleksionuar me vite të tëra. Amaronet vitit 1972 dhe shife sa shishe ka amaronet 72-shit, ka vera tjera të rralla, pomarole, janë një pjesë e tyre të shumë viteve përpara, ndërkohë që këtu janë disa Barolo të vitit 1974, pra shifeni, Barolo e vitit 1974, imagjinoni vlerën e kësaj shishe, se s'po them pasaj cilësinë në pirje. Vazhdojmë me 1973-shin, Rioja e 1973-shit, shifet si janë bërë. Pra Rioja e 73-shit, edhe këtu një spanjolle 73-shit, këtu hym, dhe kjo duhet jetë jo shumë e vjetër, e 2006-ës, po si duket është ruajtur, ka pasur lagështirë, ka disa shive modus e Rufinos, po nuk e gjej dot vitin, po nuk do të jetë shumë e vjetër. Ndërkohë në anën tjetër është termometri i lagështirës dhe termometri i temperaturës, disa nga verat e mira, dhe këtu hym pjesën e fundit, që është pjesa përmbyllëse e kavës, shiheni, dhe ku janë dhe shishet ndoshta më me vlerë, disa janë shumë të vjetra, disa janë më të reja, po s'ka rëndësi, janë etiketa të famshme, shiheni si është, i gjithi rrethor, pra nga çdo anë, këtu pash që kishte sasikaja të 1987-ës, sasikaja të 1983-shit, imagjinoni sasikaja të 83-shit, edhe pse nuk i duket më asgjë nga shishja, për arsye të kohës, të 99-ës, të 99-ës, shishet tjera, pra, që janë në të 79-ës, këto, 1979, 2006, këtu pra jam në thesarin e fshehur të vilës në veri të Italisë, pronë një shqiptari sot. Ky ka qenë, po e quaj kava ose qilari i verave i vetë pronarit, është i gjithi rrethor në këtë pjesë, këtu dhe mbrapa edhe dera, po ta shihni, është me bronz e veshur, ose do t'jetë me bakër, se dalloj do të është çështje, është me bronz ose me bakër, me siguri për arsye të ruajtjes së lagështirës. Kjo pra është, mund të dilja jashtë, ju thosha mirupafshim, po kjo ishte pjesa fundit e një prej vilave më të rralla të Italisë, pronë një shqiptari, i cili
nuk do të mbetet anonim, më ftoj vetëm për ta parë, i cili e mori atë duke lënë pas Silvio Berlusconi, Roman Abramovicin dhe njerëz tjerë të pasur të botës. Këtu jam në qilarin e kësaj vile. Ndërkohë mund ta shihni videon e plot të gjithë shtëpisë, të 8 pjesët, së shpejti të bëra të gjitha bashkë.